Një hotel në fshatin Miloshev të komunës Sobiliqit është përfshirë nga flakët në orët e mesditës të së shtunës. Hoteli është në pronësi të deputetit të lëvizjes Vetëvendosje, njëherë është kandidati të kësaj partije për kryetar të komunës Sobiliqit, Halil Thaçi. Lidhur me zjarrin, në polici kanë thënë se kanë filluar hetimet për t'i zbardhur rrethanat, teksa kanë shtuar se në këtë rast nuk ka pasur asnjë të lënduar. Sot rreth orës 12 është raportuar për një zjarr aktiv në një objekt në magjistralen Mitrovic-Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, po ashtu janë ftuar edhe zjarrfikësit. Nga informatat fillestare nuk raportohet për persona të lënduar. Deputeti Thaçi ka konfirmuar se flakët kanë përfshirë hotelin që ai ka në pronësi. Ai ka thënë se dëmet e evidentuara deri më tash janë të mëdha. Po, hoteli im është djegur, është përfshirë nga zjarri rreth orës 11 apo 12. Ka dëme të mëdha. Në një kat të hotelit janë djegur të gjitha dhomat. Policia dhe forenzika janë në vend ngjarje dhe janë duke hetuar se nga ka ardhur zjarri, pasi nuk ka pasur asnjë ngarkesë. As nuk ka pasur asnjë vizitor në dhoma, asnjë dritë nuk ka qenë ndezur, por nuk e di se si ka ndodhur. Thaçi i Vetëvendosjes dhe Gjafergashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të përballen më 9 nëntor në garën e balotazhit për postin e kryetarit të komunës së Obiliqit. Në rundin e parë të zhvilluar më 12 tetor, kandidati i LDK-s është renditur i pari me një diferencë të vogël votash krahasuar me kundër kandidatin e tij nga Vetëvendosja. Gashi i LDK-s ka marrë 46.20% të votave, ndërsa Thaçi i LVV-s 44.37%.